إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا الأدرات إتقوين الله جل جلاله إتلنا بغتاي متمينة الشمطة صلاة سلامة شوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلة تي شوكت تي ذا جث مسلمان تباسون زمنة تولة ديت نجيكيمت اللهم آمين فبيغمبير صلى الله عليه وسلم من حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله عن شداد ابن أوس رضي الله عنه شداد ابن أوس رضي الله عنه transmetoni hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I cili ka thënë El kayyisu man dana nafsuhu fitimtari apo I shpëtuari apo I fuqishmi është ai I cili dana nafsuhu e ka llogarit veten e tij e ka marrë në llogari veten e tij wa amila lima ba'da al-maut dhe ka vepru dhe ka punu për ditën e tij pas vdekjes wal ajizu kurse I pafuqishmi I dopti I humburi është ai I cili I ja ban qefin vetes dhe shpreson tek Allahu shpresë mashtruese, shpresë gënjeshtare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith I ka klasifikuar njerëzit në dy kategori. Njëna prej këtyre kategorive duhet me qenë edhe na. Nuk kemi ku me ik. Ose jemi kategoria e parë, Allahu na mundsoftë jemi prej tyre, ose jemi kategoria e dytë, Allahu na ruaj prej kësaj gjendje. El kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Fitimtari I shpëtuari, I mençuri, është ai I cili e ka përul veten e tij, e ka marrë veten e tij në llogari për ditë. Tek fjala Allahut wattaqullah wal tanzur nafsun madha qaddamat li ghadin wattaqullah. Le të shikon se cili prej juve se çka ka përgatitur për nesër dhe keni frikë Allahun, thot Ibn Kathiri Allahu mëshiroft. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allah gariteni veten tuaj. Shtirini hesab veten tuaj. Merreni pyetje veten tuaj para se të mireni pyetje prej anës Allah subhanahu wa taala. Në çdo natë, çdo mëngjes, çdo mbrëmje, merr veten pyetje. Në qoftë se je prej këtyre që e merr veten pyetje, je I shpëtuar dhe je I mençur. Kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I mençur dhe I shpëtuar është ai I cili e merr në pyetje veten, e llogarit veten e tij. E merr në pyetje, o filan, si ka qenë raporti jot sot me urdhrat e Allahut? O filan, si ka qenë sot raporti jot dhe gjendja jote me ndalesat e Allahut xhella xhelaluhu? O filan,
si ka qenë gjendja jote sot gjatë ditës me moralin e besimtarit që Allahu e ka cek në Kur'an? A ke qenë prej tyre? Si ka qenë gjendja jote me moralin e munafikave dhe besimtarve? A i ki largu këtë moral prej vetës tande, me marrë vetën llogari? Në qoftë se nuk e marrim vetën në test, si ka mundësi ta dim na ku jemi? Në qoftë se për ditë na nuk e marrim vetën në llogari, në pyetje, si ka mundësi ta dim na jemi mirë apo jemi keq? Kategoria e parë është kjo. Ata që e marrin vetën në llogari, pyetje përgjigje, çdo natë para se me flet. Wal ajizu, kurse i humburi, i pafuqishmi, i dopti, është ai i cili ja ban qefin vetës. Ai i cili i shkon për qefi epshit vetë. Sa herë që don me bon një punë i vet, një ide, e le punën vazhdon pas idesë. Sa herë që ban plan me realizu diçka, e thirr dikush në kafe, e le punën del me pi kafe. Sa herë që don me përmirësu vetën, i përgjigjet epshit vet në mos nënshtrimin dhe në mos realizimin e planit dhe synimit që don me arrit në këtë dunjë. Wa tamanna ala Allah, dhe shpreson tek Allahu me shpresë gënjeshtare, mashtron veten. Do me përmirësu veten pikat e caktuara, qoftë ajo në realizimin e farzeve, nëse ka defekt, qoftë ajo në largimin prej mëkateve, nëse këtu ka defekt, qoftë ajo në përmirësimin e moralit dhe edukatës, nëse këtu ka defekt. Sa herë që don me përmirësu veten, fillimisht i përgjigjet epshit vet në pengesa që i dalin në rrugë dhe shpreson tek Allahu me shpresë mashtruese. Hajtë se prej nesër. Prej kur keme fillu? Prej ditën e hanë. Dhe kalon një hanë, edhe e dyta kalon. Dikush e ka prej kur? Thot prej kur të vjere data i pari, dita e hanë. Njerën 5 vjetë, ku me ditë kur i bje, si bje as njëherë. Dhe kështu e mashtron vetën e vetë njeriu. Deri kur të ballafaqohet me melekun e vdekjes, atëherë është vonë për mu kthye. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tha, ai i cili punon për pas vdekjes së tij. E pse e punu për pas vdekjes, për këtë dunjë të punu? E kemi cek disa herë dhe vlen të vazhdohet mu cek kjo deri në kiamet, derisa të jemi gjallë na, se knatësitë e kësaj dunjaje janë momentale. Dhe na për këtë çështje mo jemi bind apo që çdo knatësi që na e përjetojmë në këtë botë, e cila nuk ka lidhje me botën tjetër, është kristal e kësaj bote, është momentale. Dhe knatësia e njëjtë mundet me na vënë neve dëm, më vonë ose mundet me na hidhru ose na ka gëzuar. Dhe për këtë shkak pejgamberi sa stem po thotë punoni për botën tjetër. Çdo knatësi të mundshme të kësaj bote lidheni me botën tjetër për atje. Pse? Tha Allahu, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Ju i keni dhënë përparësi jetës së kësaj bote, ama ahireti është më i mirë edhe më i qëndrueshëm. Knatësitë e ahiretit janë shumë më të mira, bile nuk krahasohen me knatësitë e kësaj bote. Jashtë kësaj janë të vazhdueshme, e kësaj botës janë momentale. A jemi besimtar? A jemi musliman? A jemi të bindur me fjalën e Allahut xhela xhelalu? Allahu po thot, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ju i keni dhënë përparësi jetës së kësaj bote. Ju i keni dhënë përparësi knatësive të kësaj bote. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Ama ahireti është më i mirë. Knatësitë, lumturitë, të mirat, begatit e ahiretit janë më të mira se kësaj dunjaje, bile nuk krahasohen. Çfarë dush knatësie? Çfarë dush knatësie? Çfarë dush përjetimi që ti don me përjetuar në këtë dunjë, ta dish që në botën tjetër çu ke përjetim është shumë më i mirë, nuk krahasohet me këtë dunjë. Do të vetëm emrin e ka të njëjtë. Qoftë ajo ushqim, qoftë ajo gra, qoftë ajo shtëpi, qoftë ajo pasuri, qoftë ajo truall, qoftë ajo çka do qoftë.
Çka do qoftë ajo që ti prekupohesh në këtë dunjë, në botën tjetër e ka emrin e njëjtë ndoshta. Pallat e kësaj dunjaje edhe pallat e botës tjetër. Pallat e ka emrin. Shtëpi e ka emrin edhe këtu edhe atje shtëpi. Ama shetane bejnehuma, dallimi madh mes dy shtëpive. Edhe në këtë botë ka emrin gruaje, edhe në botën tjetër e ka gruaje. Shetane bejnehuma, dallimi madh mes dyve. Dallimi shumë i madh. Bile nuk krahasohen. Ua edhe ka dhe janë të vazhdueshme. Kënaqësitë e kësaj bote, çfarë do qofshin ata, janë momentale. Të botës tjetër s'ka momentale, veç mu kënaq. A kemi qef në këtë dunjë na me botë diçka veç mu kënaq. Do thonë mos mu ndal hiç kënaqësia e shpirtit ton. Ti bëjmë këtë sendet. S'u ne bëjmë se i kena haramat apo, e kena këtu haram, këtu ndales. Natyrshmëria jon, tabiati jon është kriju për në xhennet. Është kriju për në xhennet. Çka do li bani? Kënaquni pa u ndal. Jetë dhe nuk ka vdekje. S'ka që ndalesa. Atë çka syni se ka pa, veç se ka dëgju, as nuk i shkon me njeriu. Kënaqësi mbi kënaqësi. Lumturi mbi lumturi. Përjetim mbi përjetim. Çka thon dietar? Than i mençuri nuk e shet, i mençuri nuk e blen kënaqësinë e një çasti duke investuar lumturinë e përjetshme. I mençuri. Munafikat e kanë ble diçka momentale të kësaj dunjoje për kënaqësive, edhe jo besimtar, duke e shit botën tjetër. I mençuri nuk e shet ahiretin për këtë dunjë. I mençuri nuk e investon botën tjetër e cila është më e mirë, është më e vazhdueshme për ta fituar në përjetim mashtrues të kësaj dunjoje. Çka do qoftë ajo vëllazëri? Çka do qoftë ajo? Çka do qoftë natësia? Në momentin që e përjeton, nuk është e vazhdueshme. Me një kalon, shumë shpejt kalon. Ama bota tjetër, khairu wa baqa, është më e mirë edhe është më e vazhdueshme. Imam Bezzari transmeton një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi hasan, nga Anas ibn Malik se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: janë 7 gjana që njeriu t'i shkon sevapi edhe pas vdekjes së tij. Janë 7 gjëra që njeriu i shkon sevapi edhe pas vdekjes së tij. Këto lloj haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na duhet t'i hapim vesht, t'i hapim syt gjatë leximit dhe dëgjimit, t'i shohim çka janë këto gjana që t'i shfrytëzojmë. Në realizimin e këtyre gjanave, jashtë që vjen sevapi në botën tjetër, jashtë kësaj, në momentin që njeriu i bën këto gjana, kënaqet në këtë dunjë. Kënaqet edhe në këtë botë. Përjeton lumturi edhe në këtë botë, plus sevapi i shkon edhe në botën tjetër. Allahu akbar. Punë e madhe. E çka tha pejgamberi sa në hadithin e parë? I mençuri është ai i cili punon për botën tjetër. I mençuri është ai i cili punon për botën tjetër. Tash në këtë hadith Imam Bezzari nga Anas radhiyallahu anhu pejgamberi sa na tregon disa punë që nëse i bëjnë ato punë janë kënaqësi edhe në këtë botë, plus sevapi vjen edhe në botën tjetër. Allah na mundsoft të realizojmë këta këto punë. Po shok se janë të mundshme, janë të realizueshme. Janë në mundësitë tona. Vetëm se jemi apo nuk jemi të kthjellët na që me realizu, me shfrytëzu shancat që na vijnë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dikush prej neve thot, me pas bënë sigur kebe çka bëj. Me pas mundsinë e këtij çka bëj unë. Jo që kum bë shumë vjet ndoshta në këtë dunjë, po këto vjet që i kam, vallahi më duket që Allahu subhanahu wa taala na sprovon çato mendime që na i kena, na e pa Allahu shancën. A do me pas parë me dhon fisibillah. Ti e pa Allahu parë ta shohna që më dhon ajo. A do me qeni fort me investu me forcën tonë fisibillah. Ta jep Allahu forcën ta shohme. Ta jep Allahu mundsinë. Ndoshta ta jep mundsinë koeficientin atij tjetrit, ama ta jep mundsinë. Ndoshta Allahu nuk bën ty milioner që më dhon fisibillah. Ama Allahu të jep një 5.000 euro që më dhon janë i për të Allahut. Ti jep Allahu, ta jep shansën Allahu subhanahu wa taala. E besimtarët me qenë syçen që kur të vinë këto shansa me shfrytëzuar. Për shkak se ka mundsi për çdo të jetë nuk vijnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra e parë. Men
allama ilma. Kjo vepra më e madhe. Atë që edhe javën e kaluar dhe javën e parakaluar. Veprën të cilën ti e bën në këtë botë dhe sevapi vjen edhe në botën tjetër pas vdekjes, është ai i cili ka lënë dituri pas vete. Ai i cili ka lënë dituri pas vete. Kanë vdek sahabët, kanë vdek tabiin, kanë vdek dietarët, kanë lënë ilmin pas tyre. Çdo herë që lexojnë ndonjë fjalë të një dietari, sevapi shkon atij. A ka diçka më të madhe se kjo? E parë tash ata dietarë të cilëve Allahu ka dhënë bereqet në dituri dhe kanë shkruajt shumë. Për një jetë të shkurtër kanë shkruajt shumë. Sa herë që lexova, sa është xhanun, sa është tallë dunjaja, sa herë që lexohen shpjegimet e tyre të fjalëve të Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ju shkon sevapi atyre. Ibn Taymija, Ibn Kathiri, Imam Bukhariu, Imam Ahmedi, Imam Maliku, Imam Shafiu, Abu Hanifja, Muhammed ibn Abdul Wahhabi, dietarë të shumë. Po përmendi këto figura që janë shumë të njohura tek muslimanët. Sa herë që lexohen shpjegimet e tyre. Tefsiri Ibn Kathirit për shembull. Bas, nuk ka vend dunjor që lexohet tefsiri Ibn Kathirit, te Sunneti. Tefsiri Ibn Jarir at-Tabariut, Musned Imam Ahmedit, Sahih Bukhariu, që kanë thënë dietarët, nuk ka libër më të madh te musliman pas Kuranit sa Sahih Imam Bukhariut. Bile thot një dietar bashkëkor, thot grada e librit të Imam Bukhariut në hadith tek karshi librave tjerë të hadithit është shkruar grada e Abu Bekrit mes në sahabëve. Shpërën në të sërë që lezon Imam Bukhariu, të së Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Imam Bukhariu, Imam Muslimi. Këto janë bazë të shëriatit. Se është shumë sevapi. Ama, aty ka arë një shanë që kanë shfridzu. Mi po këtë shanë që kanë shfridzu, ua ka marë një jetë komplet. Ama sot sevapi shkon të. Sot, ju shkon sevapi me lejnë Allah, subhanu ta'ala. Vepra, prej më të mirave, që njeriu e bën në këtë botë dhe ju shkon sevapi, edhe në botën tjetër, është me lënë dituri. Ai që është marrë me dituri, apo ai që ka mirët me dituri, ai që ka është i preokupuar me fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në lexim, meditim dhe praktikim, e di se çfarë knatësia. E di se çfarë knatësia. Ndonjëherë gratë e dietarëve kanë qenë arazi që dietarët që burrat e tyre e marr edhe një gruaje tjetër, edhe 2 gra, edhe 3 gra, veç librat pak me ilan. S'ka na mburë në qafë. Kur hin libër e haron me gruaje, me pasuri, me shtëpi, me krejt e haron. Pse? Se është xheneti kësaj dunjaje. Mirë, po këtë e din ai që e ka përjetu. Qoftë edhe pak, e di knatësinë e preokupimit me fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta, men ajra nahra. Ai i cili bukfal me përkthyje, ai i cili bën me lëviz lumejt. Po është për qëllim lëvizja e ujit prej nëpër bunare apo nëpër lumej, nëpër vende tjera për mi bë dobi njerëzve. Apo ka qenë lumi në X vendit dhe pastaj prej këtij lumi kanë marr ujë dhe kanë heqë nëpër ara dhe përsëri ky ujë ka shkuar në lum, ka shkuar çose ka mbet diçka, e gjithë këtë kanë bërë këtë lëvizje që më ndihmua njerëzve edhe me lehtësue ujitjen e tokës. Kështu ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë thënë dietar bashkëkohor, te kjo hadith përfshihet edhe çdo vepër e mirë ku njerëzit investojnë me e marr ujin dhe me shpërndar nëpër fshat për shembull. Me marr ujin prej shkup edhe me e çuar nëpër ndonjë fshat që nuk ka ujësjellës. Që gëzohen sot politikanë tonë në shekullin 21 që punën e madhe në bo, filan fshat janë të çu ujësjellësin. Aty në fshat janë një 4, 5, 6 milionera, mas pak të po tha, edhe do tjerë që kanë pasuri prej 100.000 deri në 1 milion, një 50 tjerë, edhe e bim punën që me jetu me vite pa ujë në fshat. Që me një investim shumë pak, e përmena me një ligjerat, zeqatëm jam letë qële njerëzë, me çfarë zeqat bëhet ujësjellësi. Me çka? Kjo prej punëve të mira. Kjo është prej punëve të mira.
Tash na apo dikush thot po ku kena bëna investim më gjon me ja çu kompletu i sjellsin në fshat. S'kena, se investim i madh, apo? Apo edhe unë jam dakord që s'kena mundësi. Ama a kena mundësi një person i cili në shtëpinë e tij nuk ka ujë sjellës? Apo ka ndërtuar shtëpi të re dhe si ka mundësi të më bëj shtëpinë krejt komplet, me ja rregullu banjën edhe ujin të shtëpia? Kena mundësi apo? Se s'kushton shumë, 1000 euro bën krejt komplet. Me ja çu njërin të sjellsin prej në rrugë të shtëpia, në për vendet tona këtu, janë 1000 euro, s'kushton shumë. Mirë po, se vapi vjen te ditën e gjykimit pastaj. A kena parasysh? Edhe kjo futet këto. Se këto është për qëllim me marr ujin prej një vend me çim në vend tjetër, me ju bë dobi njerëzve, kafshëve, tokës dhe kështu me radhë. Këtu hyn edhe kjo mesele. Prej rrugë kryesore, ujë sjellsin me çun në shtëpi. Do shta prej në rrugë me një shtëpi, se rrugën shtëpinë ka rreth rrugës. Me një investim shumë pak, se vapi shumë të Allahu subhanahu wa taala. Vepër tjetër, e treta, hapja e bunareve. Hapja e bunareve. Pejgamberi sallallahu i kanë nxit sahabët për me hap bunare, e kjo është në të mirë të njerëzve. U shkon se vapi njerëzve edhe pas vdekjes së tyre. Hadithet e tonë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një njeri e ka kap etja dhe është shkut në bunar me marr pak ujë me pi. Ka pi ujë, ku ka dalë prej bunarit, e ka po një qen të etur. Ka thonë, e pas ka kap këtë qenin, ajo që pas ka kaplu mu pak më herët. Hyni edhe një në bunar, mur pak ujë dhe i dha qenit me pije. Allah subhanahu wa taala e lavdroi veprën e këtij dhe ja fali gjunahet. Sahabët i thanë, ja Rasulullah, a kena sevap edhe për kafshët? Edhe në qoftë se bëna mirë kafshëve, kena sevapa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka sevap në qoftë se van mirë çdo mushkënie dëbut, do të thonë çdo mushkënie gjallë, çdo mushkënie që merr frymë, çdo kafshë që merr frymë, edhe ti i ban mirë, ke shpërblim te Allah subhanahu wa taala. Kjo me shumë pak arrit sot vëllezër. Kjo me një virshëll 15 denar në market arrit me i dhon një macë për rrugë. Shumë pak, shumë e thjeshtë. 15 denar ditë, që për ty 15 denar janë kur gjo? Kur gjo janë? Mi pa është vepër shumë e madhe të Allah. Çfarë vepër është e madhe? Është vepër e madhe që sevapi vjen edhe pas vdekjes. Që sevapi vjen edhe pas vdekjes. Hapja e bunareve. Au gharasa nakhla. Apo ka mbjell një palmë. Ka thënë është përmend palma për shkak negative të mëdha që i ka palma, mirë po këtu futet çdo pemë tjetër. Që e mbjell njeriu e prej të cilës kanë dobi njerëzit edhe kafshët edhe shpezët. Kanë dobi të gjithë. Sevapi vjen deri edhe pas vdekjes tënde. Edhe kjo për më bëu shumë e thjeshtë sot. Shkon mbi pazar e merr një dru, çfarë do qof pemë ajo? Edhe e mbjell diku në mal. Edhe kanë dobi prej saj njerëzit, shpërblimi vjen tyja edhe pas vdekjes tënde. Tjetra me radh, au bana masjida, apo ndërton një xhami. Kush bëhet shkaktar me ndërtu një xhami, sevapi shkon edhe pas vdekjes. Sevapi shkon edhe pas vdekjes së tij. Pse? Për shkak se në xhami falet namazi, ipet ezani. Mësohet feja Allahut subhanahu wa taala. Në xhami zgjidhen problemet e muslimanëve, edhe kështu më radh. Tash a mundna me paramendu për shembull ai që ka blerë çka te pikën, sa ka sevap. Sa ka sevap vetëm me xhumaja. Me vetë sa xhumaja falet te çka te pikë për shembull. Ose ai që ka investuar për mikrofonat, për zëshnik, për diçka tjetër, për klimën, për kujt diçka. Dikush ka dhënë parë për këtë. A mundemi me paramendu se sa sevap ka ai i cili ka blerë klimën për shembull. Me ja bo kur oftoft me bo nxet, e kur os nxet me bo ftoft. Që me bo rahatllëk për xhamatlit kur vin mu fal. Ha? Shpërblim shumë i madh. Shpërblim shumë i madh. Vepër ekstreme e madhe. A kena mundësi me bo? Kur thot po, xho e ka bo dikush që ka parë, na s'kena parë. Tamam ti s'ke parë me bo komplet klimën, ama 1/100 e klimës mundesh me dhon. 1/100 e asaj klimës mundesh me dhon, s'ka problem. Nuk është shumë problem për me dhënë. Vetëm se a dona nuk donë me dhënë. E çdo secilit që bëhet shkaktar dhe investitor në ndërtimin e xhamisë, çka ta pejgamberi seste? Tha kush bën një xhami në këtë dunjë, duke pas synim fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja bën një shtëpi në xhennet. Allahu ja bën një shtëpi
në xhennet, au waratha mushafa. Vepër tjetër e rëndësishme që i shkon sevapi edhe pas vdekjes është me lënë trashëgimi në një Kur'an. Me shku me ble një Kur'an. Një mushaf me ble edhe me lënë trashëgimi dikujt, me lënë muslimanëve me lexu ata. Sot është më shumë punë e madhe kjo, vallahi po. Para mendon mu kon njëri vigjilent edhe më kshyt talebët që mësojnë Kur'an apo mësojnë hifz Kur'anit edhe më thon, "Ti shkët Kur'anin pi mua." Kur dalin Kur'an, ti shkët Kur'anin pi mua. Edhe me çfarë Kur'an bëhet hafizi Kur'anit. Edhe sevapi. Sa lexon ai ti vjen sevapi. E pa me mush raftin e xhamis me Kur'an. Që ndoshta me mush komplet raftin, pas ku e di pas 300 euro nuk shkon ndoshta. 300 euro ama nuk di sa sevape te Allahu xhallahu xhallahu. E krejt to vepra kur i bëjna, kënaqesh në këtë dunjë. Kënaqesh në këtë dunjë. Vepra tjetër e mirë e cila do bën me pas shpërblim edhe pas vdekjes është me lënë pasardhës të mirë në këtë dunjë. Edukimi i fëmijëve. Me eduku fëmijët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala që atit kur ti ke me vdek, pas asaj dite ata me bëj istikfar për tyje. Një pediatër bashkëkohor e pyet një prej gazetarëve me një emision, i thot, "Shejх, sa fëmijë ke?" Thot i kam gjallë 27. Gjallë, edhe ai hoxha është gjallë, sot është gjallë. Thot i kam gjallë 27, normal. Fe arabëve me 3-4 gra, me ma shumë se një grua. Thot i kam gjallë 27, dhe ja bitët 27, shumë, nuk me madhë, kjo ekstrem. Që shko mund që një person mi pas 27 fëmijë këtë dunjë, që nuk o normale. Dhe me ke pse kështu, tha nuk e dija ka lind Allah ai fëmiju që ka me bo doa për mu pas vdekjes. Ai këtë fëmijët, hafëza, hoxhallar, dietar, doktora, njerë këtë avancum. Së cili prej fëmijëve më i avancum se tjetri, ama ky thot nuk e dija ka lind ai i cili ka me bo doa për mu pas vdekjes. Synim i lartë kjo. Apo kjo synim shumë i lartë. Ai i cili le e vlat të hajrit këtë dunjë që bëjnë dua për ta pas vdekjes. Hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e të thonë Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë me një hadith tjetër veprat që i shkon sevapi njeriu pas vdekje, këto që kam përmend, dhe një prej veprave të tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili bën një shtëpi për me ju ndihmu udhëtarëve. E bën një shtëpi dhe ajo shtëpia është në shërbim të udhëtarëve. E blen një banesë për shembull. E di që për ne është, ja, mos ban hekë banesë, mos kam për vete, ati kam e blej. Shu ka në hadith për nga me sësem, shash kjo shtëpia ka mundësi me qenë një dhomë për rreth autobani, i cile bëhet me një investim një 5.000 euro. E ka dikush një tokë për rreth autobanit atje, e ka një tokë vetë, edhe e ndërton një dhomë, një banjo, një WC të vogël, me u ndihmu udhëtarëve, jesin në rrugë, din ku me shku udhëtarët. Nuk ka investim shumë i madh. Nuk jena të thonë me shku me marrë një banesë në qendër me blej, ku 3.000 euro metër katrori. Diçka shumë e vogël, kështu, me kësi vepër, shpërblimi shumë i madh. Me e bo një dhomë kështu në malë dikun, njerëz ku frekuentoj njerëzit, për rreth rrugës. Vepër shumë e madhe. Sa është e madhe, të vjen sevapi edhe pas vdekjes tande. Hadithi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i shkon sevapi njeriu pas vdekjes është ai i cili jep sadaka duke qenë me shëndet edhe në këtë dunjë. Jep sadaka e rrjedhse, e kjo i shkon shpërblimit e Allahu edhe në botën tjetër. Lutem Allahun që Allah të na mundson të shfrytëzojmë shancat që na jepin në këtë dunjë. Me vërtet shancat që na jepin në këtë dunjë janë të shumta dhe nuk duhet shumë investim shumë i madh. Mirë po, lumë për atë të cilët Allah i ka dhënë sukses me shfrytëzuar shancat që jep Allahu subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.